Përshëndetje për të gjithë dhe mirë se erdhët në kanalin tim Mësojmë Slovenisht. Në këtë video do të mësojmë 6 fjalë të përditshme në gjuhën slovene. Më konkretisht do të mësojmë 6 folje në slovenisht, meqense kohëve të fundit kemi folur rreth foljeve në gjuhën slovene. Punoj në gjuhën shqipe është folje. Se si thuhet në gjuhën slovene punoj, ju lutem ndiqeni videon në vazhdim dhe mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim. Gjithashtu do të mësojmë se si të themi në slovenisht kam ose për të pasur, pengoj, nxitoj ose ngutem, shkoj dhe vi. Punoj në gjuhën slovene thuhet delati. Është folje e rregullt. Është folje kjo ende e zgjedhuar në për veta, edhe në gjuhën shqipe është për të punuar, në gjuhën slovene quhet nedolzhnik, ndërsa në gjuhën shqipe nëse nuk gaboj quhet paskajorja, për të punuar. Tani e shohim zgjedhimin në veten e dytë. Pyetja e parë, ku punon? Veta e dytë, numri njëjës. Ti, ku punon? Punoj në institut. Punoj unë. Veta e parë, numri njëjës. Delati, heqim formën bazë, pjesën bazë ti dhe shtojmë baresat. Në këtë rast në veten e dytë, numri njëjës. Dela, heqim ti dhe shtojmë sh. Kje delash? Delam jaz. Delam na institutu. Kje delash? Delam na institutu. Kam, imeti. Më falni, a e keni këtë? Jo, nuk e kemi. Oprostite, a imate to? Ne, nimamo. Siç po shohim, edhe folja imeti është folje pa rregullt. Pse mund të pyesni? Sepse ndryshon pjesa bazë, përpos që e heqim pjesën bazë ti, ndryshon edhe komplet folja. Pra është imam, jo imem me e, por imam. Imeti në këtë rast, oprostite, a imate është vi. Veta e dytë, numri shumës. A e keni, ju, a e keni këtë? A imate to? Ne, nimamo. Nimamo është forma mohore. Jemi duke mohuar diçka. Veta e parë, numri shumës. Ne. Ne nuk e kemi. Mi, nimamo. Vazhdoj me foljet të tjera. Pengoj në slovenisht thuhet motiti. Mbase keni dëgjuar të thuhet edhe motitise. A motim është a pengoj, ndërsa a se motim, a gabohem. A gaboj. A pengoj në slovenisht thuhet a motim. Jo, urdhëro më thuaj. Ne, kërpovej. A motim? Ne, kërpovej. Nxitoj. Ju këto fjalë, me konkretisht në këtë rast këto folje, mund t'i shkruani në fletoret e juaja dhe t'i lexoni, siç kam thënë gjithmonë. Ju ndihmon shumë. Nxitoj në slovenisht thuhet muditise. A të nxitohet? Po, nxitohem për në punë. A se ti mudi? Ja, mudi se mi u službo. A se ti mudi? Ja, mudi se mi u službo.
shkoj, iti. Kur shkon në Ljubljanë, nesër në mëngjes. Edhe folja iti është folje e parregullt. Si mendoni, si bën folja shkoj në slovenisht iti në veten e dytë numri njëjes? Kur shkon në Ljubljanë? Ti, kur shkon ti? Kdaj? Dhe mos të harrojmë që po flasim për kohën e tashme. Kdaj greš u Ljubljano? Jutri, zjutraj. Kur shkon në Ljubljanë? Nesër në mëngjes. Kdaj gresh u Ljubljano? Jutri, zjutraj. Kaq për ditën e sotme, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ndërsa në fund të videos do ta keni edhe një fjali ku lypset të shkruani foljen e saktë. Përgjigjen mund ta shkruani në koment dhe e diskutojmë së bashku. Ju falenderoj për vëmendjen dhe miru dëgjofshi.